sapo të shkojnë në shtëpi. Dhe aty keni madhësitë e templeteve, keni ide se çfarë produktesh mund të krijoni dhe programe që mund të përdorni për t'ju lehtësuar punën në vazhdim. Dhe për të vazhduar, fillimisht gjithmonë duhet kemi parasysh që me dyqanin online duhet të ndajmë veten tonë se çfarë produkti duam të shesim. Sepse mund duam të bëjmë 5-6 gjëra, ku pastaj do hallakatemi dhe nuk fokusohemi dot tek një gjë që na intereson. Dhe është mirë, ja një moment sa të checkoj pak pjesën e regjistrimit, se më duket s'ka nisur akoma, një moment ju lutem. Se është e rëndësishme që t'i keni dhe të regjistruara këto që t'i ktheheni her pas here. Okej, që nga duke regjistruar jemi okej. Po thoja që është e rëndësishme që të ndajmë se çfarë produkti duam të bëjmë. Do ju dërgoj atë guide-in, do i shikoni edhe do vendosni, domethënë mos u zgjeroni shumë, vendosni, do bëni 3 lloje templatesh. Dhe do bazoni vetëm tek ato 3 lloje templatesh. Që mund të jenë, thash, party invitations, mund të jetë një lloj flyeri, mund të jetë një business card, mund të jetë business thank you card, domethënë se ka pafund ide dhe mund të shikoni edhe tek Etsy, që është kjo platforma për të bërë shitje online. Edhe nga kjo mund të merrni goxha ide se çfarë produktesh mund të bëni dhe ku e shikoni dhe ju vetin që jeni më mirë. Jam po shkruaj business card. Okej. E shikoj çfarë më del këtu. Kjo është edhe për t'u inspiruar se çfarë produktesh të bëni ose edhe për të marrë ide. Shikoni, çmimet janë këto fillimisht dhe pastaj në varësi të eksperiencës. Më falni, në ekran po tregoni diçka se nuk po shfaqet gjë. Ke të drejtë, ja, bëre mirë që ndërhyre. Duhet bëhesh Faleminderit. Ju thash shumë flisni, mos më lini kështu vetëm, se më shpëton ndonjë gjë. Atëherë, po ju tregoja. Okej, ja një moment sa të hapet. Okej. E shikoni ekranin tim tani? Po, tani po, faleminderit. Okej, faleminderit ti. Klikova etsy.com. Edhe klikova, unë për shembull e shoh veten më shumë tek business cards, që dua të shes template për business cards. Dhe shkoj këtu dhe më dalin më të pëlqyera, që unë i hap dhe marr edhe inspirohem edhe shikoj se si mund t'i ndërtoj dhe si mund ta ndërtoj dyqanin tim online. Këtu ka pafund, domethënë. Ja, kjo është mënyra se si edhe ju do shfaqeni. Ja, këtu edhe inspiroheni dhe shikoni se çfarë si do duken ose çfarë si e kërkojnë mënyrën klientët që do ju blejnë ose do interesohen tek page-i juaj. Ose mund të shkruani, ja, unë po shkruaj diçka tjetër. Po e provoj. Nuk e di se kush e ka hapur mikrofoni. Shumë një fabë që nga kullore, në? Sepse mund ta mbyllim ju lutem? Në fabë, si që nga kullore. Bo, mos na përmenda kulloren se plasëm. Kush Milena. Okej. Se i çik vapër sot, edhe kullorja na duaj. Na falni se pash që i kisha hapur mikrofonin. Mos e vrit mendjen. Nga që po regjistrohet dhe kam hallë edhe për ata që do e marrin pastaj që të jemi sa më okay. Mos e vrit mendjen, s'ka problem. Mua më pëlqen edhe pjesa e business thank you cards. Edhe këto kërkohen goxha shumë, nëse shikoni edhe këtu me pjesën e ecave, shikoni sa klikime ka pasur ose si renditën. Edhe këtu inspirohem, shikoj se çfarë kjo për shembull është shumë e lezetshme, edhe është shumë e thjeshtë për tu bërë. Ja, unë këtë do ju tregoj juve tani. Një dizajn nga fillimi deri në fund, sepse duhet keni parasysh diçka, në dyqanin online që do krijoni, nuk mund të përdorni templatet e gatshme të Canvas. Kjo është domethënë ajo, duhet ta krijoni komplet nga fillimi templatin e Canvas. Dhe më pas me anë të linkut ju do vendosni tek Etsy, do e vendosni tek website që do krijoni dhe do e shisni, sepse nuk të lejon që të shesësh produkte të gatshme nga Canva. Kjo është për shembull një mënyrë që ne do bëjmë. Unë këtë kam zgjedhur si praktik. Ja shohim dhe ide të tjera që thjesht kjo është, po ju tregoj dhe mënyrën si të inspiroheni dhe si të merrni ide për atë që do krijoni. Dhe kjo është shumë e bukur për shembull. Ja. Thot thank you for your purchase, logoja këtu, domethënë është një mënyrë se si do e bëjmë edhe ne për pak minuta.
Ky ka vendosur your purchase made my day, we hope it makes your too. Ka vendosur please enjoy një ofertë që ka bërë personi, edhe këtu ka vendosur të pjesën e rrjeteve sociale. Tani biznesi këtu thjesht klikon add to chart, e blen për vlerën kjo e kishte $2 dhe pastaj shkon editon te Canva sipas dëshirës dhe këtu tek pjesa e logos vendos logon që ai ka dëshirë. Do thënë kjo është pak a shumë pjesa e inspirimit dhe eksplorimit që ju duhet bëni përpara se të krijoni produktin tuaj digital. Ja, shikoni, do të thënë keni pafund ide që mund të merrni, mund t'i kopjoni në thonjza, vi personalizoni me ngjyrat dhe me modelin e shkrimit dhe me idetë tuaja. Këtu keni thot digital download edhe thot dhe fajlet që kërkohen më shumë nga biznesi, që është zakonisht në PDF. Ja, shikojmë se si ka bërë. Ja, dhe ne do bëjmë diçka të ngjashme tani. Okej, shohim që ka vendosur logon, ka vendosur të dhënat e faqes. Okej, ikim shohim dhe diçka të fundit dhe pastaj nisim te Canva direkt nga fillimi. Kjo është domethënë rruga kjo që po bëj unë është rruga që duhet bëni dhe ju për të krijuar edhe produktin tuaj digital. Edhe kjo është shumë e bukur. Me ngjyra vajzërore, shumë e lezetshme për syrin, ngjyra të ngrohta. Shikojmë edhe këtu se çfarë elementesh ka përfshirë kjo faqe. Okej. Thot këtu ka vendosur dhe zip dhe PDF download, ndërsa për ngjyra ka thënë thank you for your purchase, thot when you support small businesses, ka vendosur dhe pjesën e kodit për pjesën e uljes dhe gjithmonë shohim që janë dhe pjesa e rrjeteve sociale. Tani, ne morëm inspirimin, pam disa ide, mund të shohim edhe te Pinterest i keni goxha ide, besoj se gjithë tani aty shkoni ku keni nevojë për ide, jo vetëm unë. Pasi pam këto ide dhe pam se si ndërtohet një business thank you card, tani shkojmë te Canva. Po ju ndërhyj shumë për pak. Me që përmendën Pinterestin, do a thoja në fakt në fund të trajnimit, nuk e din nëse keni ndonjë trajnim edhe për Pinterestin? Me thënë të drejtën, jo, vetëm kam bërë veç, po që jam trajnuar, për të trajnuar s'kam bërë. Do me të në krijimi template-eve dhe atje, jo që si përdorët edhe si shihen i det. është shumë e thjeshtë. Shikoj, ja ta tregoj tani me që ndërhyra. Ndjesën që pa u markon që ose nuk të ditë të tjerëve, të më të që. Ja, unë shkrova Pinterest këtu, dhe do mdalin disa, ja ku i ke të gatshme, thjesht i ndryshon dhe i bën si dush ti. Ti kam përshtypjen e ke për përshtypjen se si funksionojnë bordet edhe pin që kanë ato. Të krijosh, okay. Do të diskutojmë, mbetemi në kontakt për më vonë. Okej, në rregull. Të faleminderit për ndjesën e shqetësimin. Okej, faleminderit shumë. Më shkruaj se mund të bëjmë një konsult bashkë dhe mund t'i mësoj pa problem fare sepse nuk ka nevojë domethënë që të bëhet një trajnim i plot, sepse janë vetëm disa gjëra të vogla dhe kushdo domethënë nga ju që ka nevojë për diçka, një ndihmës të vogël ose një sugjerim ose po kërkon diçka mund të më shkruaj, mund ta ndihmoj pa problem fare, sepse janë gjëra të vogla që nuk kam as pse të bëni trajnime, as pse të harxoni kohë duke parë nëpër YouTube, nëpër janë gjëra shumë thjeshta që mund t'ju ndihmoj pa pik problemi. Okej, faleminderit shumë, do mbetemi në kontakt atëherë, shumë faleminderit. Ti emrin e kishe për të fiksoj pak? Rudina. Rudina, okay, mirë. Okay. Po i mbyll këtë pjesën e provave që bëm, që të vazhdojmë me atë të re, atëherë jemi këtu. Edhe një herë shkojmë tek back to home. Gjithmonë mbasi keni parë dhe jeni inspiruar te pjesa e Etsy, te pjesa e Pinterestit, ose edhe në Google, ose çfarë do lloj faqe që keni parë dhe keni marrë, domethënë keni idenë se si bëhet një business card, gjithmonë kërkoni në Google ose edhe këtu tek Canva aftësinë që ka një business card. Dhe gjithmonë te customize size, unë e kam kërkuar dhe është width është 5.5, ndërsa se kam mbajtur shënim, pjesa e height është 4.25 dhe gjithmonë do t'i kaloni këtu, unë e kam marrë në inch, nuk e kisha në piksel, e kam në inch. Një moment, ta shkruajmë edhe një herë. Opa. Edhe një herë 5.5 dhe 4.25. Opa, edhe bëjmë create new design. Okej, ja ku e kemi dizajnin. Një moment.
se dua që ta bëj pak të vogël që të kuptohet, domethënë, këtu poshtë është matësia e faqes. Ja edhe një gjë tjetër që s'ju a thash, po ju a them tani. Këtu zmadhoni ose zvogloni hapësirën e faqes që po punoni. Atëherë jemi këtu, ne duam të krijojmë një business card, morëm disa inspirim nga këto këtu, ja, po mbaj këtë gjithmonë hapur që të bazohem, që të fokusohem. Okej. Kjo thot thank you for your purchase. Okej, atëherë shkojmë te Canva aty ku ishim. Një moment, ku ishim tani ne? Ishim këtu. Po e vendos këtu që kemi business, që ta kem të qartë dhe të mos ngatrohem me postimet ose me gjërat e tjera, business thank you card. Okej. Edhe gjëja e parë që do bëj është shkoj tek teksti dhe shtoj shkrimin, siç e kishte ajo zonja aty ose zotëria aty, dhe vendosim thank you for your purchase. Okej. Vendosim një pikë çuditëse edhe okej, nuk e di se ku është. Pjesën e detajeve i shikoni vetë, domethënë më me kujdes dhe kur keni, domethënë kur jeni në atë pjesën e kreativitetit, kështu që mua mos ma vini re domethënë për këto detajet e vogla sot. Se dua që të jem domethënë sa më e qartë në pjesën e informacionit, pastaj pjesa e kreativitetit është personale dhe e gjithë secilit. Këtë po e vendos poshtë në këtë mënyrë, ndoshta duket më bukur. Gjithmonë shkojmë tek faqja që morëm për bazë, ja një moment, ti mbyll këto. Okej. Jemi këtu. Okej, kjo ka vendosur, ndryshojmë llojin e shkrimit që duket më bukur. Okej, atëherë kjo e kishte shkrimin si më të lezetshëm, më me, ja, shkojmë tek Montserrat, edhe ndryshoj. Unë po bazohem tek ai dizajni sepse më pëlqeu shumë, por nuk do thotë që do mbetëm statike vetëm aty. Mund të bëj dhe ndryshime të tjera, që ta keni parasysh. Tani këtu ne po ndërtojmë një template nga fillimi për dyqanin që do hapim. Dhe thash dhe në fillim, po e ritheksoj dhe tani, mos zgjidhni gjërat që janë me kuror, sepse do detyroni klientin tuaj që të bëj edhe një herë blerje për atë lloj shkrimi që ju keni përdorur ose për atë lloj fotoje që ju keni përdorur. Përdorni gjithmonë free kur jeni për dyqanin online. Okej, po mbaj këtë lloj shkrimi, nuk e di se si do duket, okej, gjallë lezetshëm. Po e zmadhoj dhe pak. Okej. Ai kishte një lloj backgroundi që ishte në ngjyrë roz, mos gaboj. Okej, ne shkojmë tek elements. Këtu keni pafund, domethënë gjëra që mund vendosni, që mund të kërkoni për pjesën e dizenjimit të një postimi. Okej, këtu ishin tables. Unë po kërkoj për një background, nëse nuk e gjej atë që dua, ose siç është aty, do e kërkoj me fjalët kyça. Okej, nuk është se ka diçka interesante. Edhe këtu, okej, po shkruaj këtu. Keni parasysh çfarë lloj gjëje që ju duhet edhe te pjesa e elementeve, dhe nëse nuk e gjeni siç po bëja unë, mjafton të klikoni se çfarë doni, edhe ju dalin. Okej, super, shikon më dolën. Mjafton të shkruaja çfarë më dua, çfarë elementi më desh, edhe këtu më dalin pafund. Unë do shkoj tek këto që janë graphics, që janë pa lek. Edhe po zgjedh kush është më e bukur, apo marr këtë. Dhe do ja ndryshoj ngjyrat pastaj. Po vendos këtu mbrapa. Shkoj tek position. Një moment. Këtë po e bëjmë një ngjyrë tjetër, që tani, që ta rregulloj, ose këtë më mirë, shkojmë tek këtu, tek color, edhe po e bëjmë një ngjyrë me këtë lejlan që më pëlqen shumë, edhe ja, tek e kemi. Nuk isha nevojë fare që të bëja pjesën e position. Okej, ndoshta duhet që ta ndryshoj pak pjesën e pozicionit të shkrimit. E vendos diku këtu, që duket më në mes. Ndoshta mund ta zmadhoj pak. Keni parasysh domethënë që është mirë që pjesa e këtyre ngjyrave që përdorni dhe shkrimeve domethënë të jetë sa më e menduar dhe sa më
jo e studiuar, se nuk është se ka një shkencë të madhe, po që për shembull gjithmonë kur kemi një background të hapur mbrapa, keni parasysh që shkrimi duhet të jetë gjithmonë shumë i tekstuar. Dhe jo e kundërta që backgroundi të jetë shumë i errët pas, edhe shkrimi për shembull të jetë me ngjyrë të bardhë ose shumë të zbetë, sepse e merr komplet fokusin backgroundi dhe nuk është ajo çfarë intereson ose nuk duket dhe bukur nga ana e marketingut. Okej, në këtë pjesë jemi okej, shohim se çfarë detaj tjetër ka vendosur dhe zemra. Edhe mua më pëlqejnë shumë zemrat, shkoj bëj edhe zemrat, mjafton këtu të klikoj hearts. Okej. Edhe marr dhe shtoj elementin e zemrës, ose ju nëse keni një element tjetër që ju pëlqen, pa problem fare, mund shtoni dhe elemente të tjera, po marr këtë. Okej. Kjo është të krijosh një gjë nga fillimi deri në fund. Këtu kreativiteti duhet të jetë on the top. Okej, po vendos një këtu. Me CTRL-C, CTRL-V e duplikoj dhe vendos nga ana tjetër, ndoshta në një madhësi më të vogël. Okej. E zvogloj pak. Okej, besoj se jemi mirë. Okej, kjo është pjesa e parë. Atëherë, okay, your order. Na duhet të shtojmë diçka tjetër. Shtojmë your order was handmade with love. Po marr tek teksti, po shtoj, falni, një shkrim tjetër. Your order was handmade with love. Okay. We hope you enjoy it. Shtojmë këtë pjesën we hope you enjoy it. You hope you enjoy it. Okay. Pik, tani edhe këtu bëjmë të njëjtën gjë që bëmë në fillim, që e zvoglojmë, e ndryshojmë, e përshtasim që duket sa më mirë për syre. Okej, këtu besoj se është okej. E çojmë pak më poshtë, te kursori këtu. E zvoglojmë ndoshta edhe pak fare. Po mendoj që këtë ta ngrej pak më lart, se ndoshta do duket më mirë. Ja, një moment. Okej. Po vendos diku këtu ndoshta. Këtë your order was made with love. E ndryshojmë dhe shkrimin këtu. Ndoshta shkrimin lart e lej një lloj, ndërsa këtu poshtë dua që ta bëj një shkrim tjetër, një font tjetër. Që dua të përdor këtë që kishim më lart. Është e mira, keni parasysh. Okej, një moment, se e mori të gjithën. Keni parasysh që është mirë që të mbani 2 lloje shkrimesh maksimumi, si për pjesën e postimeve, por edhe për pjesën e business card ose çfarë lloj gjëje, dhe 2-3 lloje ngjyrash. Domethënë mos e bajasni ose mos e ngarkoni shumë atë që ju do bëni. Atëherë, një moment, ta bëj këtë siç ishte. Po shtoj një heading tjetër për shkrimin e dytë, i bëra copy paste. Opa. E zvoglojmë. Një moment. Okej, dhe këtë e bëjmë me shkrimin që bëra tek thank you for your purchase. Bëjmë me këtë shkrimin. Okej. E ndava, tani besoj se duket më lezetshëm. Tani ne pam aty që kishte edhe pjesën e logos. Your logo hot here. Atëherë shkojmë tek elements sërish, edhe klikojmë all, që të marrim ato rrethin që ishte tek shapes, tek shapes, klikojmë rrethin. Opa, e vendosim këtu. Tani, në mënyrë që personi ose biznesi që do klikojë te dyqani juaj të marrë dhe të vendosi logon e vet, duhet ajo, nëse keni parasysh, duhen këto fremat e tjerë që ai direkt me një klikim të vendosi, një moment se kam shënuar hearts këtu. Marrim një moment. Sa po ta gjej që pja tregoj tamam siç duhet. Një moment, ju lutem. Ja ku jemi këtu tek frames. See all. Klikojmë që në mënyrë që ai kur ta klikoj template-in tuaj, gjithmonë që ai do të vendosë logon, ja t'ja tregoj vetë tani në mënyrë sa më konkrete, nëse ai do të vendosi këtë gjë, aty ajo të marrë direkt për masat. Ja, një moment. E pat?
është ideja, domethënë gjithmonë ta shtojmë edhe këtë lloj frame-i. Jemi okay, nuk na duhet të editojmë asnjë gjë tjetër. Të vendosim këtë lloj frame-i poshtë që ai të ketë mundësi të vendosë direkt logon e tij. Ne për arsye estetike këtë do e vendosim mbrapa. Po e vendos në këtë anë, po bëj pak ndryshe nga ajo që pam tek Etsy. Po e vendos në këtë, vendosim këtë poshtë, edhe këtë vendosim si shembull lart që ai ta ketë domethënë parasysh që këtu vendoset logoja. Ta orientojmë që kur ta klikoj linkun ton të vi ta editoj sërish. Okej, kjo do thotë që jemi mirë, thjesht duhet të shkojmë tek position që ta nxjerrim përpara. Okej, e pat? Është shumë e thjeshtë domethënë. Edhe këtu që ta orientojmë klientin ton që do përdori këtë, shkojmë tek add heading dhe shkojmë your logo here. Që ai ta ketë qartë domethënë që këtu e ka vendin logoja. Okej, e zvoglojmë pak se na duhet shumë e vogël. Opa. Sepse do të jetë këtu domethënë. Ja, ta zvogloj akoma më shumë. Te minusi, gjithmonë domethënë klikojmë këtu edhe e vendosim. Tani gjëja tjetër që na duhet të vendosim, me sa pashun ishin dhe pjesa e rrjeteve sociale, Instagrami, Facebooku dhe emaili. Kjo domethënë kërkohet edhe ne këto do të marrim. Klikojmë tek elementet Instagram icon. Okej. Qa na dolën këtu? Na dolën frame-et, isha tek frame-et. Një moment, do t'jemi tek search elements, gjithmonë. Search elements, shkruajmë Instagram icon. Okej, jemi këtu. Okej, doli. Po marr këtë të dytën, kjo më duket më e lezetshme. Okej, e zvogloj dhe e vendos diku këtu. Okej. I dytë ishte Facebooku, marrim Facebook icon. Thonin që se po eci shpejt dhe ai kuptoni të gjitha hapat që po bëj, se ndoshta mund të jem edhe pak shpejt. Edhe nëse keni nevojë që të ngadalsoj, më thoni, që ti kuptoni domethënë se ku i marr dhe si i bëj këto pjesën e elementeve. Jo, jeni shumë i qartë, shumë mirë jeni. Okej, rrosh. Atëherë zvoglojmë edhe pak, që të kemi vend edhe për pjesën e edhe për pjesën e emailit. Okej, këtu. Okej, mendoj se është okej këtu. Klikojmë dhe email icon. Okej, më dolën të gjitha me rreth, ashtu siç i doja. Opa. Nëse dëshironi të ndryshoni ngjyrat e këtyre, bëhet shumë kollaj, te color aty lart. Ja një moment që ta bëjmë të duken sa më nice edhe këto. Do të kemi parasysh domethënë do të jemi sa më të kujdesshëm me detajet, për shembull që të jenë të gjithë në një linjë, të kenë të njëjtën largësi nga njëra tjetra. Okej, tani u bën 6-6. Jo tregon dhe Canva ndërkohë që punoni të gjitha domethënë hapësirat edhe gjërat. Atëherë nëse unë dëshiroj që të bëj një ngjyrë tjetër, që të shtojmë dhe një ngjyrë të dytë, se zeza nuk quhet, nuk po e quajmë të zeza. Marrim edhe një ngjyrë tjetër që të jetë sa më e lezetshme, ndoshta kjo lilaja, edhe i bëjmë të treja me këtë ngjyrë. Që të mos jemi domethënë aq bazik. Okej, edhe këtë të dytën se bëra ngjyrë tjetër, po e bëjmë me këtë lilan e errët. Tani, nëse ju dëshironi që ti lëvizni këto ikonat, që mos lodhen dhe mos bëni atë punën që po i bëra unë një nga një në fillim, domethënë, tani bashkë mjafton ti klikoni të treja, edhe klikoni grup këtu sipër dhe i keni mundësinë që ti lëvizni të treja. E kupton, ti vendosni në pozicionin që keni dëshirë, unë po vendos diku këtu. Thjesht dua që ti zvogloj edhe pak se më duken të mëdha, ja, dhe besoj tani është më mirë dhe i dua në këtë pozicion. Okej, tani shkojmë dhe shtojmë tekstin që të lëm gati klientit. Edhe do shkruajmë këtu your Instagram URL here. I bëjmë shkruajmë të vogla, your Instagram URL here. Okej. I bëjmë masin e shkrimit të vogla, sepse do i bashkangjisim aty në C. Okej.
E shoh që është e madhe, e zvoglojmë direkt dhe i përshtasim, domethënë që të jetë sa më e bukur dhe sa më e lezetshme. E shoh që është shumë afër, atëherë lëviz grupin e ikonave, e bëjmë në këtë mënyrë. Okej. Dhe ja tek jemi, ja ku e kemi domethënë. E ul dhe pak më poshtë, besoj se këtu është perfekt. Tani unë që të kemi një shkrim dhe t'jeti një renditje me CTRL-V, i bëj dhe thjesht ndryshoj emrin e ikonës. Opa, që të më thënë fiton dhe kohë, edhe tani këtu shkruajmë ok, një moment, shkruajmë pak undo, kthehemi mbrapa, se lëviza gabim. Atëherë jemi këtu, do ta shkruaj Facebook URL. Nërsa këtu në fund, shkruajmë email. Your email here. Ok. Mbasi kemi bërë këto, sërish mund t'i bëjmë grup të gjitha edhe pjesën, edhe shkrimin, edhe ikonat, t'i bëjmë një grup më të madh që sërish t'i lëvizim sipas dëshirës. Ok. E shikoni dhe tani ne mund t'i vendosim ku duam, që se duam që të ndryshojmë edhe t'i vendosim nga ana tjetër, siç ishte tek Etsy. Në bëra të kundërtën, se tash bëja diçka ndryshe të paktën. Mjafton t'i keni grup dhe i lëvizni në çfarëdo lloj pozicioni që keni dëshirë. Ja tek jemi. Tani aty kishte edhe një V, ne shkojmë tek lines edhe e shtojmë. Atëherë jemi tek elementet, edhe një herë e heqim këto. Ose klikojmë lines, ose ja na del këtu përpara, po e marr direkt. Tek pjesa që janë këto dy shigjetat këtu e bëj në pjesën vertikale, 90 gradë, me pjesën e kursorit e lëviz poshtë, e zvogloj pak. Tash këtu keni mundësinë që ta zmadhoni, zgjeroni, këtu lart e trashni, holloni, e bëni sipas dëshirës, si t'ju përshtatet më shumë. Ne lejmë të hollë estetike, thjesht e bëjmë ngjyrat e tona që kemi. E brandojmë domethënë pak, klikojmë këtu. Një moment se më doli dhe diçka tjetër, jemi ok. Shkojmë këtu, line color, edhe zgjedhim ndoshta ngjyrën që është e fortë, mbajmë këtë që kishim në fillim. Ose e bëjmë të zezë, gri. Ok, kjo është pjesë pastaj e kreativitetit, se ju thash që nuk është se po bëjmë diçka fikse, është thjesht një ide që po e krijojmë nga fillimi deri në fund. Ok, këtë po e lë diku këtu, ndërsa pjesën e kësaj po e afroj pak më shumë. Ok. Nuk e din që se kam haruar diçka tjetër, ta shohim. Jo. Është edhe një V, është edhe një si tip kutie. Ok, edhe këtë shkojmë e shtojmë, që ta kemi domethënë që të jetë si tip call to action. Atëherë mjafton që të ngrejmë pak këto lart. Ok. Ngrejmë të gjitha pak lart fare, që të shtojmë edhe pjesën e call to actionit. Ndoshta edhe këto i bashkojmë, i afrojmë më shumë me njëra tjetrën. Ok. Atëherë shkojmë tek kjo kutia edhe e bëjmë, e zvoglojmë dhe vendosim aty ku na duhet, që ishte këtu në fund. Dhe tërheqim këtej, tërheqim edhe nga ana tjetër dhe pak a shumë jemi në fund, domethënë mbaruam. Kjo është edhe ideja e asaj vijës që kishte edhe ajo, që duket sa më e bukur, sa më e lezetshme, dhe këtu në të njëjtën mënyrë mund të shtojmë shkrim, ose bëjmë atë ofertën ose vara, domethënë çfarë qëllimi, çfarë doni të bëni ju. Kjo ka shënuar loved your order, let us know what you think. Është tip thirrje, si tip për të lënë diçka kështu. Unë po e lë bosh për momentin, se nuk dua që ta harxoj më shumë kohë me këtë. Edhe po e lë në till form. Kjo është pak a shumë domethënë një dizajn i krijuar nga fillimi deri në fund. Tani, për ta vendosur ose për të nxjerrë atë linkun që na intereson neve, do shkojmë tek share dhe do klikojmë template link. Shikoni, ky është linku që ne do vendosim në website-in tonë, ose do vendosim tek Etsy, ose do vendosim në faqe të ndryshme, ose edhe kur të bëjmë promocione që njerëzit vinë dhe të klikojnë dhe të blejnë në template-in tonë. Tani, dhe diçka tjetër që bëhet në këtë fazë është prezantimi i atij template-i ose i punës tonë. Nëse ne do ofrojmë
business thank you cards. Do shkojmë bëjmë një template tjetër dhe të vendosim screenshotin e kësaj tek template-i, do ja tregoj shumë shkurtimisht. Do ta shkarkojmë në PDF dhe ajo mund të jetë që ose nëpërmjet kësaj dhe linkut të kësaj, ose nëpërmjet të e kam bërë gati këtu, zgjedhim, do të thënë e vendosim, e personalizojmë dhe e bëjmë si tip prezantimi, që të jetë kjo kryesorja dhe në mes vendosim produktin ose në këtë rast thank you card që neve na intereson. Ja këtu vendosim screenshotin e kësaj. Ja një moment ta bëjmë edhe screenshot që t'ja tregoj mënyrën si bëhet. Shkojmë tek snipping. Snipping këtu. Ja një moment sa t'hapet. T'ju bëjmë një screenshot të vogël që ta vendosim aty. Që ta keni domethënë si ide se si ta prezantoni dhe nesër pas nesër një shërbim ose një produkt të caktuar ja. Në këtë formë, okay, u bë, i bëjmë save, file, save as. Okay. Edhe unë dua ta ruaj tek downloads. Ta kem këtu. Në PNG është formati dhe thjesht e jap save. Dhe shkojmë tek një dizajn tjetër, domethënë që do të jetë pjesa e PDF-s, dhe këtu po shkruaj një moment, se kam mbajtur shënim. Është këtu do shkruajmë thank you card. Një moment, thank you. Domethënë bëjmë prezantimin e asaj punës që bëm deri tani. Thank you card. Okay. Kjo është ajo karta që ne bëm. Dua të vendos direkt screenshotin që sapo ndërtuam, shkojmë tek uploads. Upload file, marrim screenshotin që bëra për produktin që krijuam. Ja ku doli, që sa bukur ka dalë. Po më pëlqen puna ime. Edhe ju do ta pëlqeni punën që bëni në fund, sado dhe sido që të jetë. Mund ta zmadhoni ndoshta ose mund ta lëvizni se çfarë pjesë doni që të duket. Po mbaj këtë të mesit, se më duket më e lezetshme. Mund ndoshta ta zmadhoj vetëm pak fare, që të duket më shumë. Tani edhe këtu është e rëndësishme pjesa e brandimit, domethënë që të mbani ato ngjyra që përdoren edhe tek business card. Unë fiksova me këtë ngjyrën. Ose ta bëj me këtë ngjyrë ndoshta, ta ndryshojmë jo. Po mbaj këtë që mbata në fillim, kjo duket më e bukur. Thjesht tani rregullojmë pak pjesën e shkrimit këtu lart, e bëjmë bold, e zmadhojmë pak. Domethënë këto janë detaje që do i shikoni edhe vetë, po i bëj që t'i keni parasysh, domethënë edhe në një moment që ta hapni linkun pastaj. Këtu shkruajmë business thank you card template. Business, më falni. Thank you card template. Okay, dhe këtë zvoglojmë dhe rregullojmë sipas preferencave dhe si na duket më mirë për syrin ton. Okay. Këtë po e bëjmë ngjyrë të bardhë. Ndoshta do duket më bukur. Besoj se po. Okay, duket ngjan më lezetshëm. Këtu në fund të bëjmë thank you for your purchase and click the link below. Thank you for your purchase. Great, një moment. Thank you for your purchase. Click the link below to access your template. Your template. Okay, kjo do më thënë është paka shumë, po përpiqem ta bëj sa më shpejt, sepse janë detaje dhe gjëra që janë kreative, do më thënë dhe nuk do t'ju marr kohë me këtë pjesën, po bëj diçka shumë të thjeshta për ta patur si ide. E zmadhojmë ndoshta edhe pak fare, edhe kjo është domethënë ajo që mund vendosni përtej kësaj. Mund vendosni këtë me linkun që sapo krijuam, e pat besoj se ku e mora linkun, tek share template link, ose mund të kemi edhe një
format që ishte ai që po ndërtoja një moment këtu, që e bëni në këtë format dhe vendosni linkun këtu, te download now. Kam edhe diçka të fundit, keni parasysh gjithmonë që t'jeni sa më të kujdesshëm me pjesën e dizajnit që mos të duket që është templeti i Canvas. Ju a thash edhe në fillim, për ritheksoj edhe tani, që personalizojeni sa më shumë t'jetë mundur. Edhe kjo këtu nuk dilem me kafe, sepse mund t'ju hasen probleme gjatë rrugës pastaj që mund të mos ju lejoj që të vazhdoni më tej me pjesën e dyqanit dhe shqipjen e templeteve. Kjo është pak a shumë çka kisha përgatitur për sot dhe herën tjetër kemi pjesën e dyqanit online ku mund ta shesim dhe pjesën e promocioneve, si të bëni promocione nga fillimi deri në fund për të shitur këto templete që mund bëni. Unë sot zgjodha të bëja një business thank you card, është kjo që sapo ndërtuam bashkë. Besoj se ishte shumë e thjeshtë, mjafton të jeni pak kreativ, të merrni inspirim nga Etsy, nga Pinteresti, nga Google, kudo, domethënë ku ju rrini më shumë ose shikoni më shumë. Vendosni pak kreativitetin në punë, shikoni sa më shumë dizajn dhe gjëra të gatshme që të krijoni pjesën tuaj. Edhe pjesën e shkarkimit ju a thash, edhe këtu tek download, tek kjo që bëm, do të thënë që duket më e lezetshme, më e madhe për të prezantuar, mjafton të klikojmë tek share, edhe tek download e zgjedhim në PDF print, siç ishte tek Etsy, nëse mbani mend t'ju tregova në fillim, ata e kishin në PDF print. Edhe i shkarkojmë në këtë mënyrë, japim download këtu. Këtu kishin dy faqe, neve na duhet vetëm faqja e dytë, klikojmë vetëm faqen e dytë, ja. Heqim të parën dhe mbajmë këtë që edituam, sa jo na pëlqeu më shumë. Edhe japim download këtu. Ja, nëse shikoni, opa, edhe ndërkohë downloadohet, unë po e heq sepse nuk është kompjuteri im. Okej. Edhe pse u shkarkua, s'ka problem. Kjo është pak a shumë, domethënë, pjesa e produktit digital ose ishte Canva në fillim, elementet e Canvas dhe si krijoni konkretisht një gjë, një produkt digital nga fillimi deri në fund. Ju thash, sa po të mundem, do ju dërgojmë pjesën e linkut të gjithë trajnimit, po do ju dërgojmë gjithashtu dhe atë digital products, atë guide-in që ju thash që e kam marrë edhe unë gjithashtu në një trajnim falas dhe do ja jap dhe juve falas. Nuk e di nëse ka ndonjë pyetje. Jo, ishte shumë e qartë, faleminderit. Kjo domethënë ishte dhe seanca e dytë dhe në vazhdim do të diskutojmë më në detaje për pjesën e editimeve, për pjesën e dyqanit dhe si mund ndërtoni se ku t'i shisni këto template dhe pjesën e ecave, që direkt nëpërmjet ecave, nëpërmjet Facebookut t'i merrni shitje. Ka ndonjë pyetje? Më thuaj. Duhet të presim të dielën tjetër? Po. Apo se kemi dhe 2 seanca. Në nuk mund total kemi 4 seanca, kemi bërë 2 seancat e para. Unë bëra në fillim përsëritjen e seancës së parë për gjitha dhe ata që s'janë prezent sot as fizikisht, as online, që pjesa e kursit, e dyta ishte krijimi nga fillimi një template të caktuar që unë personalisht zgjodha business thank you card, ju mund zgjidhni party invitations, do ju dërgoj atë guide-in që keni ide të tjera se çfarë mund të ndërtoni dhe ide se çfarë mund shisni, ndërsa orët e ardhshme do bëjmë pjesët se ku mund të shisni dhe pjesën e promocioneve. Besoj se jam e qartë? Po, e qartë. Okej, kemi dhe 2 seanca të tjera që do bëhetemi kontakt te grupi për çdo gjë, domethënë për çfarë do lloj pyetje që mund keni. Nuk e di tani, ka ndonjë pyetje që ta mbyllim, se kam dhe pjesën fizike këtu, se u fokusova duke ju parë vetëm juve dhe kam lënë pas dore këto gocat që kam këtu. Okej, mirupafshim, të dielën. Më fal, të dielën në çfarë? Javën tjetër të dielën në 12:30. Okej. Do mbetemi në kontakt. Ju thash edhe për çfarë do lloj pyetje ose gjëje që keni nevojë mund të më shkruani, mund të takohemi